Seanca paraprake për dosjen penale ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj dhe personave të tjerë të pandehur u shtyk TTH në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Shkak për shtyrje u bë kërkesa e avokates së caktuar kryesisht për Veliajn, Valentina Teodorescu, e cila deklaroi se nuk ishte patur mundësi të përgatiste mbrojtjen. Gjatë seancës, Teodorescu parashtroi se kishte qenë jashtë vendit dhe ishte kthyer në Shqipëri vetëm një ditë më parë, duke kërkuar kohë shtesë për të njohur me aktet e dosjes. Po ashtu ajo kërkoi autorizim nga trupa gjykuese për të takuar me Erion Veliaj në ambientet e paraburgimit me qëllim konsultim për strategjinë e mbrojtjes. Të dyja kërkesat u pranuan nga gjykata. Revokoi atë vendim dhe i dha mundësinë që avokatja Teodorescu të takohet në JVP Durrës mbi një autorizim të lëshuar nga gjykata e posaçme dhe pas kësaj të vazhdoi procedimi në datën e caktuar. Kujtojmë se në seancën e datës 12 dhjetor 2025, kryebashkiaku i Tiranës vendosi të mos përfaqësohej më nga avokati Artan Gjermeni. Prezenca e këtij të fundit në seancën e sotme u sqarua prej tij si një angazhim procedurial i lidhur me fazat e mëparshme të çështjes. Çdo person ka drejt ta revokojë avokatin e vet, po avokati vet rri në detyrë, vazhdon në funksionet e veta derisa të vazhdojë avokati i caktuar nga shteti. Pra unë jam prezent, kam të drejtë bëj çdo lloj pretendimi derisa të filloj funksionet avokati e caktuar kryesisht. Në momentin që ajo fillon funksionet, unë nuk jam. Seanca e radhës pritet të zhvillohet pas përfundimit të afatit të dhënë për njohjen me aktet, ndërsa GJKO do të vendosë nëse dosja do të kalojë për gjykim ose jo.